Mjeku i njohur Ahmet Hoxhallari është ndar nga jeta një ditë më parë në moshën 81 vjeçare. Ai ishte një ndër kirurgët e njohur të Spitalit të Korçës, aty ku shërbeu për shumë dekada me radhë me përkushtim e humanizëm. Doktor Ahmeti u nda nga jeta duke lënë pas një trashëgimi të madhe njerëzore dhe profesionale. Për gati gjysmë-shekulli në sallat e operacionit, ai u dha jetë, shpresë dhe shërim mira pacientëve nga Korça e Mëgjerë, me profesionalizëm, përullësi dhe përkushtim të pashoj. Mjeku Ahmet Hoxhallari lindi në Velçan të Gorës më 27 dhjetor 1943. Në vitin 1969 mbaron studimet në Fakultetin e Mjekësisë dhe fillon punën si kirurg i përgjithshëm në Spitalin e Korçës. Në vitin 1977 specializohet për urologjinë si mjeku i parë urolog për rrethin e Korçës. Doktor Ahmeti ka punuar me përkushtim dhe profesionalizëm, i dalluar edhe për aftësitë organizative. U emërua drejtori i Spitalit të Korçës nga viti 1997 e deri në 2005 dhe deri në 2011 ka punuar si mjek kirurg. Disa nga kolegët e tij e kujtojnë me respekt, e shprehin dhimbjen për humbjen e tij. Jeta më ka lidhur që në fillimet e studimit në shkollë të mesme, në shkollë të lartë, në punë, në aktivitetet shoqërore, edhe si mjek, edhe si koleg, edhe si bashkëmoshatar të gjitha drejtime, edhe si njeri, edhe si personalitet për kontributin që ka dhenë në Korçë. Ishte edhe kolegu, edhe shoku, edhe miku. Më ka mjekuar, e kam patur doktor personal, njëkohësisht më ka patur dhe ai doktor personal. Doktor Ahmet Hoxhallari është një nga njerëzit më të rrallë që kam njohur gjithtashi. Na ka dhënë profesionin më mirë se kushdo tjetër na jepte. Ishte njeri perfekt, një specialist i përsosur, një shok mik i pakrahasueshëm me askën, njeri i papërtuar. Zëtisht të them, ne e kemi përcjell me dhimbje dhe trishtim të madh humbjen e doktor Ahmetit. Ahmet Hoxhallari nuk ishte vetëm një mjek i talentuar, por edhe një qytetar aktiv. Ai shërbeu si deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe kryesoi Këshillin Bashkiak të Korçës. Për meritat të punës së tij, është dekoruar në vitin 1979 me medalje në shërbim të mirë të popullit dhe në vitin 2004 është dekoruar me titullin Qytetar nderi i Qarkut. Stafi i RTSH Korçës i shpreh ngushëllime familjes, miqve dhe të gjithë komunitetit për humbjen e mjekut dhe njeriut që ka shërbyer gjithë jetën me përkushtim dhe profesionalizëm. U prehsh në paqe doktor Ahmeti.